Përmes të vërtetës, madhështia shpirtërore bëhet e plot. Kjo thënie me peshë thekson rëndësinë e vërtetës në zhvillimin dhe përmbushjen e karakterit të njeriut. Le të shqyrtojmë domethënien e thellë të kësaj thënie në dritën e Kuranit. Thënia në fjalë thekson se përmes së vërtetës, madhështia shpirtërore bëhet e plot. Fjala muruah e përdorur në këtë thënie përfshin tipara të larta si nderi, guximi, bujaria dhe virtyti moral. Ajo është mishërimi i tipareve të larta të karakterit që ngren statusin e individit si para njerëzve, ashtu edhe në sytë të Allahut. Ajetet kuranore na japin një kuptim më të thellë për rëndësinë e vërtetës në formimin e karakterit. Allahu në suren Araf ajeti 181 thot: "Dhe nga ata që krijuam janë njerëz që udhëzojnë me të vërtetën dhe në këtë mënyrë bëjnë drejtësi." Ky ajet nënvizon se të vërtetën nuk duhet ta shohim thjesht si një virtyt personal, por edhe si një mjet për të vendosur drejtësi dhe udhëzim në shoqëri. Kur individët jetojnë me të vërtetën, ata bëhen burim udhëzimi për të tjerët, duke i drejtuar drejt virtytit dhe drejtësisë. Gjithashtu, në suren Huxhurat, ajeti 15, Allahu thot: "Me të vërtetë, më i nderuari prej jush në sy të Allahut është më i drejtë prej jush." Ky ajet nxjerr në pas se madhështia dhe nderi i vërtet qëndron tek drejtësia, e cila përfshin të vërtetën si një nga bazat më thelbësore. Kur njeriu është i vërtet, ai fiton respektin dhe admirimin e të tjerëve, si dhe kënaqësinë dhe miratimin e Allahut. Thënia e Imam Aliut na përkujton se të vërtetën nuk duhet ta praktikojmë rastësisht, por duhet të jetë pjesë e çdo aspekti të jetës sonë. Përmes të vërtetës, ne arrijmë madhështinë e plot shpirtërore, pasi ajo shërben si themeli për të gjitha tiparet e tjera të larta. Kur jemi të vërtet, bëhemi individ të besueshëm, të respektuar dhe të admiruar nga të tjerët. Praktikimi i të vërtetës ka pasoja të gjera. Ai forcon besimin në marrëdhënie, forcon strukturën e shoqërisë dhe promovon drejtësinë dhe barazinë. Gjithashtu, na ndihmon të harmonizojmë veprimet tona me bindjet tona, duke sjellë paqe dhe kënaqësi të brendshme. Duke mishëruar të vërtetën, bëhemi si drita që udhëzon të tjerët drejt rrugës së virtytit. Duke reflektuar mbi këtë thënie, kujtojmë urtësinë dhe dijen e thellë që zotëronte Imam Aliu. Kuptimi i tij i thellë i mësimeve kuranore i mundësoi të shprehte thënie kaq të thella. Si musliman, duhet të përpiqemi të imitojmë karakterin e Imam Aliut dhe të përfshijmë të vërtetën në jetën tonë të përditshme. Në këtë mënyrë, mund të arrijmë madhështinë e plot shpirtërore dhe të bëhemi individ shembullor që kontribojnë pozitivisht në komunitetet tona dhe shoqërinë në përgjithësi. Allahu na mundësoft të kemi forcën dhe sinqeritetin për të jetuar me të vërtetën në çdo aspekt të jetës sonë dhe të na udhëzojë të ndjekim hapat e Imam Aliut.